Shqipëria i kërkoi Greqisë heqjen e ligjit të luftës me vendin tonë, ndërsa Tirana zyrtare është gati të hapë një kapitull të ri me Athinën, duke parë të shkuarën në shërbim të së ardhmes së përbashkët. Ministria për Europën dhe punët e jashtme Elisa Spiropali e shtroi kërkesën shqip në krah të homologut Georgios Gerapetritis pas takimit në kryeqytetin grek. Duke qenë partner në NATO, të lidhur nga një traktat miqësie dhe me perspektivë të përbashkët europiane, Shqipëria mbështet përfundimin sa më parë të çdo lloji reference ligjore atavike nga lufta e dytë botërore me pasoja në marrëdhëniet aktuale, e cila nuk pasqyron realitetin e marrëdhënieve tona si aleat dhe si miq. Shefi i diplomacisë shqiptare theksoi qëndrimin zyrtar për ndarjen e detit mes dy vendeve, bazuar në të drejtën ndërkombëtare. Shqipëria mbetet po ashtu e përkushtuar për zgjidhjen e çështjeve të lidhura me kufirin, përfshirë dhe delimitimin e hapësirave detare në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe parimet e marrëdhënieve të fshehësisë së mirë, ku palët janë plotësisht të hapura për dialog konstruktiv. Pa e përmendur emrin që trazon politikën greke, Spiropali u ndal edhe tek aspektet historike ligjore dhe pronësore të qytetarëve shqiptar në Greqi, duke theksuar se zgjidhja duhet të vijë në bazë të legjislacioneve përkatës. Palët theksuan rëndësinë e një qasje graduale dhe realiste në përputhje me kuadrin ligjor përkatës dhe me frymën europiane, me qëllim forcimin e besimit reciprok dhe zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve miqësore mes dy vendeve. Vazhdimi i negociatave teknike për marrëveshjen bilaterale për mbrojtjen sociale, çka do të cilte njohjen e pensioneve për qindra mijë shqiptar, ishte një tjetër kërkesë. Kjo marrëveshje përbën një hap të rëndësishëm përpara në mbrojtjen e të drejtave të sigurimeve shoqërore dhe në garantimin e trajtimit të barabartë për punëtorët dhe personat e vetpunësuar, si për shqiptarët në Greqi apo qytetarët grek që punojnë në Shqipëri. Shefi i diplomacisë helene nuk dha asnjë përgjigje për çështjet e hapura mes dy vendeve, por vlerësoi ecurinë e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Vlerësojmë kujdesin e veçantë për respektimin e të drejtave të minoritetit grek që përbëjnë përparësi për ne. Marrëdhëniet mes dy vendeve ishin në fokus të takimit që shefi i diplomacisë shqiptare pati edhe me presidentin e Greqisë.